janë që kësasim në të aso mos ke dalme prite tera nana ime mos ke dalme prite tera nana ime mos me prit mu atë tera moje mira a për mu nuk jem pran vera me kam shtina sa a për mu nuk jem pran vera me kam shtina sa janë maje që trishtojnë në primën po mandami a mos qane njëra nom son të ti për djamami a mos qane njëra nom son të ti për djamami se qaj vesh fatin tim moje mira asa shumë pa s'ka të ri që i kam shtina sa asa shumë pa s'ka të ri që i kam shtina sa vjen pran vera ti me prit moj do të dalim djem të ri që i kam shtina sa do të dalim djem të ri që i kam shtina sa jen pran vera në këngës me ja njëse nuk janë marim trimi tjetën plaket e lise nuk janë marim trimi tjetën plaket e lise A ka më mirë se me njës festën e 28 nëntorit, me zërin e mrekullueshëm Tasim Gashi. Tasim, mirë se na erdhe. Hajde, bërëm, se e kemi ndru sot me skenë, me gjithë shka. Gjithë shka po duket bukur. Kjo falë kësajt tryezet nga Beksefers që e kanë bo Shef Grande. Faleminderit shumë. Hajde edhe ti se s'po të qojna më shku. Kështu që e nisëm festën e 28 nëntorit, duke uruar gjithë shqiptarët, po më po e them kështu, uroj sa më shumë
shëndet për të gjithë shqiptarët anë mban botës, gëzim dhe të jemi më të bashkuar se kur, sepse vetëm kur jemi të bashkuar, arrim që të ngrisim zonin ashtu që siç duhet. Kështu që mirë se na erdhët. Mirë se e gjetëm. Po anisim asimin aseme nëse me një këngë që mu realisht kjo këngë më prek pak si shumë. Po, jo rasisht edhe fillu me këtë këngë dhe me tha Plagat e Lirisë, është këngë cilën e ka këndu edhe e këndon Himalli Sinan Saliu. Dhe me thonë, e kemi festën e 28 nëntorit, se për këtë fest kanë sakrifiku shumë njerëz, kanë dha jetën, kanë bo burgun, kanë bo, dhe me thonë, qmos, që sot ne jemi në këtë Truez dhe të festojmë 28 nëntorin. Jo rasisht dhe me thonë, fillova me këtë këngë, sepse kemi plag, dhe gjithmonë populli shqiptar ka pas plag. Kështu që uroj që mos kemi më të tjera. Urojmë një gjatë tillë. Edhe urime festa. Faleminderit shumë. Granita, mu të drejtu me Granita, shef Grande, se ta është dushti. Realisht më vjen pak çudi me tir Granit, do këtë si me tir vetën, kështu që po vazhdoj me shef Grande. Faleminderit që e ke mbush Tryezën plot me ushqime. Kisha pas që veç pak me ditë çka kena, realisht çka kena, po shihet fli tradicionale nuk na mungon, mesh Me të flija, më një. Vadiova mishi. Grande, çka na ke sjell sot në Tryezën e 28 nëntorit? Kënit se pare gjithve urime 28 nëntori. Vete emri Bek Sefers ngrëthen vete pak traditën e familjes tonë, edhe pjesa dhe më thonë që e kemi steak house, është edhe pak moderne. Edhe këtu sot për 28 nëntorin kemi para po me gjithse edhe skena ka një frym shumë festive për 28 nëntorin, na kemi sjell ushqime tradicionale, që i përshtaten pak e skenës, po edhe këngës, edhe asimi do më thonë që është edhe pjesën moderne, pak edhe san. Për ndryshe, fakt, ushqim që bëjnë këta, i preferoj, po ti vesh t'i këshyrë ku m'janë gjitur, për shoh. Edhe, dhe me thonë, i sugjerojt gjithë njerë që ta vizitojnë, si në pikën në Prishtinë, po në pikën që e kanë në Deçan. Faleminderit shumë. Kështu që nuk ka vrejtje, dhe me thonë, si më pasërti, si në ushqim, kështu që vetëm suksese. Me qenë se më keni janë në shpym, po që una me shërby, kështu s'di sa kam haberin, shef Grande për herë të parë për të shërbe edhe ty për më duket kësaj here. Kështu që kam janë njësër të senca. Asim, cilat është ajo konga që më është... Një co flitë që të mamu, në regullë. Unë bëj qes një 2-3 sene, mas ne. A mesh nuk përdën, a e i zigurt? Si nga mësua burë me ongër mirë. Asim, a përdën mesh kalzëm drejt. Asim, cilat është ajo konga që e këndër mas shumë të më falë, shef? Cilën e këndoj mas shumë të... Kështu që e kërkojnë mas shumë të në festën e 28 nëntorit. Po, zakonisht në festat e 28 nëntorit djetë dominojnë kongë patriotike. Dhe festa e 28 nëntorit nuk është fest vetëm e Shqipërisë, ma është fest, dhe me thotë, e gjithë shqiptarëve. E vërtet. Anë e mandë botës. Edhe kështu që në raportarin tim kam shumë kongë patriotike edhe nifëm për këto kongë, dhe me thonë. Dhe, po mas shumë të që kërkohet, mas shumë të është mora fjallë, dhe po i bjenera rete zeza, dhe është konga ime e preferume. është konga e shefit e preferume. Këpi bjenë që keme në aknu? Mas s'kene s'po, se për ndryshën në raportar për sot kam tjera konga. O, që kena më ndru repertoarin? Kështu që, normal, unë mendoj, jo vetëm festat e 28 nëntorit, unë mendoj si gjithdo fest, si në familje, si ndasma, ose në ahengja, ose ku e dione, do të festohet me kongë shqipe. E vërtet. Mirë fill ta. Sepse muzika popullore rrjat për muzikës folklorike. Edhe kështu që, dhe me thonë, shqyqyrë për zoti prej muzikës jena shumë të pasëm. E vërtet. Edhe kështu që kemi muzikë të mirë, edhe pse jo rasisht i kom bëha për punimet, se për shambull, kër e kënoj, po i bjene rrët e zeza kongën, beso kritës i madh e i vogël, dhe me thonë, e këndojnë. Edhe i kep shpirt kësa kongë, edhe kër e ke interpretu. Ashtë tani atu hinë orkestrimi pak ashtë ma i veçantë, kër ki kuzhinerin këtu, unë e pjeki mishim, po
Bëllë Edhe, mire do me thonë, janë ata instrumentalistat e sane, studio, do me thonë që e banë edhe ma ato melmesat kërja qëtë. Normal. Edhe kështu që normal që përveç festa më menoj që gjithmonë këngët patriotike nuk duhet humbur. Edhe duhet... Me i rujtë si asetin matë një. Si aset, sepse kemi aset shumë. Shef Granda, të ka shku me një nërë me bu për shumë naj copë mesh në formë të Shqiponjës? Po. Se s'na ke bësët për shumë? E kom bo qëllimisht, është që ke pjesa e brisketit, është një mish special, do më thonë ka një trajtim shumë të veçant në pjekje dhe fiton që të ngjyrën e kuqe rrethit, edhe pjesën e zezë, do më thonë është një erz kombinume me kripen e zezë, edhe me tartufin, që jep shtresën e zezë për jashtë, kurse nga brenda është e kuqe. Po unë mundësi tjetër nuk kam me bo Shqiponjen, vetëm me artin të mundë me bo. Asim, cila ka qenë, a e mban me në paracitja jute e parë për festën e 28 nëntorit? Po, paracitja ime e parë për festën e 28 nëntorit ka qenë para luftës. Viti, mund me kanë ndoshta vitin 93, ose 94, nuk jam i sigur. Aty dykon? Po, 93, 94, dhe babi tash është në penzion, 44 vite profesor i muzikës në Drenas, se unë vi prej rajonit Drenicës. Edhe vllaun e kam dirigent kompozitor në Gjermani. Kemi qenë si binesh, dhe të muja gjysi e me nërmjet. Dhe kur se harroj, mas më pyte, se era parë që më ka pyte deri sot, edhe kështu që më mirë që më pone këtë pytje, dhe nuk e di vitin sak, 93-94, ka qenë sala e stërmbushën. Dhe jëm hyp, unë edhe vlau, në mi bank, për më do manal. Veç që di kur nga kanë hi policia serbe, edhe kush ka mujt me ik, normal na imi ka të vogël, edhe, po e di që në atë kohë, dhe me thonë, si babin, si kolegët e babës sane, për bes, që ato e kom po babin tam të urrej me policë. Kolegët e babit e sane. E tash, gjitha e të lovi ju më rëdhu në pej bankës. Po, që u bon. Dhe me thonë, kjo ka qenë interpretimi jam i parë të festës 28 nëntori. A ka rritë me përformu? Kam inqizimet, i kam edhe inqizimet. A e ke knu kongën, a tu kanë ndërpërë? I kemi pas 2 pika, dhe me thonë, e kemi bot parën, edhe në pikën e dytë veç ka filluar e alava. Ato mrapa meje, është një dëshmore, tash Luljeta Shala, ku ka kori i shkollës e sane. Dhe me thonë, ajo ditë mu nuk më hiqet prej syve as njerë. Edhe kështu që është prej ditëve më të dhemshme, po me një mënyre, jo rasisht e kënu më plagat e liris. Se nëse se ke një plag në trup, e ke një plag në shpirt. Edhe kështu që ajo ka qenë interpretimi me parë. Cilën kongë e këndu? Ka qenë po. është një kongë, po për fëmija e kongë, dhe më thonë, është Hopa Nina, Hopa Nina. Ninajno, Hopa Nina, Hopa Nina, Hopa Nina, Ninajno. Kushtë dhe thot, Ninajno, Ninajno. Dhe më thonë, kjo ka qenë. Dhe dhe më thonë, ka pasat pika tjera që kam pas tjert me interpretu, po mas nej ndërprej. Po cili ka qenë pas luftës, do më thonë, 28 nëntorit, pas luftës, me ndoshta pa këto ngjarje që ndoshta është një kujtim i hidhun që realisht zdo tas me umajt men, po... Po, pas luftës, 28 nëntori parë ka qenë i flakt, i zert, edhe, dhe më thonë, kemi najtë, di që kemi najtë të Elektro Kosova, dhe me objekti Elektro Kosovës, e di që kemi najtë 24 orë jashtë atu, edhe se s'ka pas shumë lokale si sot që ka për shambull të Rruga B, anena knena ka qenë që atu megaherci, që atu jenë ka dhe lokale që të Santeja, ma shumë të tropë, ose Mikurriz, me që di që e kemi festu deri më ngjes. Dhe me thonë, festa 28 nëntorit pas luftës. Pas luftës, që ka ndodhë. 28 nëntorit parë. Dhe ka qenë diçka e... Normal që kanë qenë edhe pak sanet jashtë kontrolën, dhe shtavë, se me njerë pas luftës. Kanë... Të shfrenum krejt. Se ka qenë egzimi edhe emocioni. Po, normal. Dhe kështu që festa 28 nëntorit na sjell shumë sana, është ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jasharit, dhe kështu që pak njerëz lindin edhe në këtë datë. Kështu që...
Mirë se më Unë thash, nuk është fest vetëm e shtetit shqiptar, është fest e gjithë shqiptarëve anërmon botës, fest kombëtare. Vërtet. Grande, atë kujtot një ndër kujtimi më i bukur për ty për festën e 28 nëntorit? Cili është ai kujtimi ose i bukur ose një ndër kujtimet që thjesht ka ngel memorie, ndoshta edhe jo si një kujtim i bukur, po cilin do të qoftë me ndasët me neve? Nuk isha mujtë ndoshta me veçu shumë, amo edhe ndërlindën pjesën e asimit, që ajo 28 nëntori pas luftës o shkon ma festive, o shkon kulmin është që s'mundu me pas njëherë një fest pak ma të veçantë se që ajo që ka qene pas luftës. Edhe pse shumë një tha që na nuk është veç fest e Shqipërisë, po është fest e jona e krejt shqiptarëve që e ndjejmë shumë, nuk e di, unë mendoj hala din si është flamuri jona. Edhe është fest. Realisht janë ngjyrat më të bukura në botë. Kohëve të fundit janë shpeshtuar, ne, se përpara i kemi qitë flamurat na për dritarën sane, po çdo darsum, domethënë ku janë pjesëmarrëse edhe vetë, në Haubat Kerrit për shembull është flamuri shqiptar. Kështu që do na jemi mësuar dasmat me bëj edhe ka qenë edhe problematikë edhe me pranuar është flamurin ton në fillim. Po, normal. Është ndër vite luftat, po edhe dasmat, edhe ajo sekreti mënyrën që i kena majt flamujt para shumë viteve ka qenë kuqeze dhe kuptohet që e ka një tjetër dashni edhe një tjetër emocion, sepse vite, dekada... Dë gjeneratat e reja, për shembull, vajza, quni, për shembull, që i kam, ata nuk është për ata fort ndoshta, po thamë, edhe pse s'kishte me qenë mirë me harru flamurin shqiptar. Po, ata e pranojnë pak ma ndryshe. Ma ndryshe, kurse na e kemi pak ma ofër zamrës, me ne një njëru flamurin ose diçka. E ranë është. Nuk e di, aja në keni njësë me Hungri ajo, apo më do këtë pyvjen kështë? Dë shpenal janë burë me Hungri të pyjtje, po banë në mjë. A dhe mëse se do është me provu ushqimin, po kështë për me i kamerës, kështë u doshë me thonë, se ma knojnë a pak që mujnë me Hungri. A po, a? Unë me Hungri, jo, me knu, po. A i shkreti banë bukë vetë. Jo, ndoshta me abu një pyjtje. Kur e ke po ushqimin e parë? Atë kështu, po mënej, ka fillu të shpia kë pasione, se me të vërtet, unë mendoj që kuzhina është ma shumë se artë. Edhe për me qenë një kuzhineri sukses shumë, definitivisht, du të me kam pak manjak në të kuptimin e mirë. E vërtet është. Unë me profesion jam ekonomist, dhe kam studiu dhe më thonë shkencet e biznesit, por këtë, muj me thonë që talent, ka fillu në ashta përgatitit e për vete kur kom bu diçka. Si student apo si... Ka qenë kua jo ma heret se sa student jëmë këmë, nuk kam qenë dikun shkollën e mesme. Një ku kur kam qenë panonën në shtëpi. Edhe kam fillu me përgatit qështu. Atëherë kur ka fillu pjesa si steak, që ka fillu që e manjaki i mishit. Unë vetë kam qenë manjaki i mishit, edhe atëherë kam fillu me eksperimentu shumë në mishin. Kurse si steakun e parë e mojnë mend që e kam përgatit, më thonë, a i ka qenë pikrisht në ditëlindjen e nënës teme, edhe a ka qenë kuzhinjera ime e parë, që më kam me hapat e parë, po. Fanderi shumë. Në ditëlindjen e saj e kam prezentu steakun e parë me formulën e grandes, dhe më thonë. Bravo. Edhe më prezentu si grande. Shef grande. Ta bona pytin, a disi është, dhe më thonë, ato filjet e para. është gjithmonë interesant që është njësë. Emrin grande? Emrin e komor nga bashkëshortja. Okej. Aja më thëjke Mia Grande. Okej. Tani të bune grande për krejt. Po, atër o buna shefi kuzhinës dhe bo shef grande. Shef grande. Najsë mire, ta është të një apo vetës grande. Jo i krejtë. Okej. Atër po thu. Edhe pak kongres. Okej. Edhe me vazhdu, sepse për ndryshë ti mës nga bëj asim në shtetësin? E ka mësë Shqipëris, po. Në një farë forme, sot pas me kombinu gjitha trojet. Une i tregova vlajt Shef Grandet, edhe i tregova Gramozit, dhe me tha i tregova ma ere, thash,
Unë vi për aeroni Drenicës edhe u rok lafe, atë në pytë se e di nga vi, po me vllahun e tij u takum sot. Thash, prej Drenice, thash, po dokumentat si kam ndruj, kom la... Po. Veni vogël jem na, atë. Thash, po, ku shkova në Shqipëri u bona shtetasi i Tiranës, i qytetit Tiranës. Po fillova tani me paska pak punja në certifikatja diçka, mu deshka në Tiranë. E u bona i Kuksit, e grune ka munet Prishtinës, ta katunarjet. Dhe me tho, edhe atje katunarët dhe këtë katunarët. Kështu me qenë në shëtësinë e Shqipnis, po i bjen, në më thonë kemi prej Shqipnis, kemi prej Kosovës. Kuksit, taman. I Kuksit jam. Kuksit. Nga Kuksit, pa që thuti. Nga Kuksit, po. Okej. Nga Kuksit, po. Apo na kënë një kangë, cëllën kangë për na? Une kësha fillu me kangën Kreshtat e Kosovës, sepse këtë kangë 98, po, 98, dhe me thonë, për s'pari herë kur e këmë dëgju nga dy dëshmorë sot i kemi Muj Krasniqi, komandant Kapuqi, si dhe Beqir Sefa, Beqa, dhe me thonë, e kanë këndu dhe e kanë gjiru, atë video ndoshta e ke po, nga BBC-a është gjiru në atë ko. Edhe këtë kongë e ka shkrujt Recep Selimi, generali Recep Selimi, për ndryshën ashtë edhe kumara idealit tim, edhe kështu që lidhen shumë sane, po e ka një tekst bukur dhe është bërë në kohën e luftës dhe ata kur e këndojnë këtë kongë, ty ta falim jetën, por na vduket pak, dy të kanë dha jetën për këtë vend dhe me thonë nuk ju ka duk pak. Edhe kështu që... Kreshtat e Kosovës. Kreshtat e Kosovës. Po besu jo vetëm ne, po gjithë e duam. Po e dëgjojmë Kreshtat e Kosovës e Qebesa, vetëm sa kemi nis me festu 28 nëntorin, sepse do të kemi shumë qëka që do të sjellim sot tek ju me që radio televizionit 21. Kreshtat e Kosovës kanë marrë gjyte kuqe, krushit e ndarëtaunit janë isbe marrinuse, po pil për para Shqipja e kastriotit, lull për shure qelin e për plak baro. Maj Kosova e kushe do ta selim dritën, kryka jone s'kushuro, gjalla zel nga licën, doka jone djeku, pola et me gjallak, ty ta falim jetën, por na i duket pak. Na u bon kalla, kullat me betevna, prap Kosovë porriteno, Hamza dhe Adelma, amaneti tyne i ta fitojnë lirin, me push mbrojmë Kosovën e mbledhojmë Shqipërinë. Pas Kreshtave të Kosovës, u rikthy me vazhdu bisedën, e realisht në këto momente veç me Asimin, se shef Grande na iku dikon, veç na kalon asetin identifikues ti, më duket. Mësa shtu e nëzej skarën, që ka kuzhinia strini vend. Po diçka shkoj me në tretha dhe këthena pas pak. Asem, ta të regove pak për 28 nëntorin, që u njës ato kujtimet e tua krejt. Po,
Apo vren ai dallim mes 28 nëntorit para disa viteve dhe festës me viteve të fundit? Domethënë karshi edhe koncerteve tua, mramjeve tua, apo vren ai zbeja, është dashnia dhe energjia e njëjtë si para shumë viteve? Jo, ta tham drejtën, është një zbeja, jo. Kështu që nuk mujna me mohu, po është një zbeja ndoshta e festimit në për sheshën, në për rrugë. Sepse në për lokalet e lagjeve ose në për shtëpia, ose diçka, gjithë e festojmë. Po kurse diaspora e feston shumë, ma shumë se sa ne. Edhe... Ka një fakt dashnie shumë... Po, edhe organizojnë, i bojnë organizime shumë të mëdha, bojnë koncerte shumë të mëdha. Edhe kështu që vetëm diaspora është që asnjëherë nuk është zbe sa i përket festave kombëtare që kemi, domethënë. Asim, me qenë se kanë kalu... Jetuj me stamet për... Se... Ka gazetarë kanë që veç me nga mujtë neve, ka pak... Jena të ushtume... Më përnë që nuk është ndalje asimi, po... Apo jenë dijet, apo? E vërtet. Sot po ti veç këshur me sy, këtu më s'ka po me prej kësan. Nuk prish punë se për të 28-in, edhe më shtu 1 kilogram falë. Falë. Si kur për vitri, kur i vletë kësanet një o për para, me që ke shumë një këqësh. S'kuse shumë i prejk. Dhe më thonë edhe ti ke lojnë teshat mi këtë. Ja, një vitri nuk e arrej kur, kemi pas shku se tash të ndrova pak temën. Edhe ta të regoj se edhe kjo edhe vitri, është fest. Të ndrohet viti, vjen vitiri tjetër. Edhe pa të më shku... Ne jemi shumë familje e madhe, ka tezet, e ka dajt, e ka... Edhe e di, kur i bleshin, si me thonë, 10 fonta në shishe, në të vogla. 10 Coca-Cola, 10 Shvepsa. Po na, te flaniku e diçka është, po besoj, ja? Shpajzi. Shpajzi, më këtë flanik o vlo, më s'ma ndrëtë. Edhe, në flanik, i noshën, edhe e kam pas një farere, dyqysha qokoladat, ndryshe, ta është veç i bishëm që anej, po një djali doje se u kom ma problema, edhe ma trem faktikisht, Allah liko, i kësh marrë një fond. Ka pi, edhe kërë mi ullë me ongër buk, jo vitiri edhe 2 javë. A, edhe 2 javë. Po gjithmonë një mbledhse në shumë ajerë. Gjithmonë, pak para se me ro me flajt, a i maj modhe e ka këshyrë, më s'ka prejk dikush diqka. E ka posë një fond, po mungën. Kush ka i fond, ta vre? Jënë ka, atë ongër buk që shëna kohë, këtë djallin e toj se e ka mashtru atë, se e ka pisë si shpejt edhe ka tesh. Fëpë dhe i këshin kursit, e që kërë e ka në kopë. S'ka prejk më në tukaj. Që të fondën? Që të fondën? Edhe kështu që, a ke po që thojnë Coca-Cola për para ka qenë ma ndryshe. Jo, se s'ka ma ndryshe, po kemi pi njerë në vjetë. Edhe kështu që nuk ka qaja formula, është dhe njejta. Qaja shije, po, oka, mos e ka po. Se para po nalë me ta jo, unë menoj që ma herët gjdo fest e ka pas një knaci tjetër, një dashni tjetër. Po, se për... Si për festën e nëntorit, festat e nëntorit, si për vitri, dhe më thonë, vitriat, ma herët jemi bo gati. Jeta sot është shumë intenzive. Jeta është bo, ta thëmë drejten, une gjithmonë bëj shaka me shoqni, jeta është gjungël. Si me lëqu një gjungël, edhe hajde nisja gjenuti. Edhe është bo shumë ngarkume. Ta është për shamull nista për familjes temë. Gruja punon, unë punoj. Fëmi dhe me thonë shkolla. Kur të mbledhemi që atë në mramje, hajmë diçka, gjumë rrugë, dhe me thonë është jeta shumë intenzive, edhe për që ta përpora kemi pas ko ma shumë, normal. Edhe jemi taku ma shpesh. Edhe sot të edin, ndoshta 2 puna do të mi majtë për... Nëse jeton edhe me qira, dhe me thonë është shumë e vështirë, për me mbjetu. Menoj që kjo dhe me thonë, nuk ka që na ka largu dashnia, se se cilit na merë molli me shku të dajt, të tezja, të hala, sane, po... Dinamika e punës, dhe me thonë, edhe normal jemi bo pak lakmitar, ato do të me ditë, jemi bo lakmitar pak edhe kështu që... Qysh kalove ta që përdu me të pytë për 28 nëntor në Zagreb? Në Zagreb... Me qenë se ne emisionin transmitohet pas 28-it, që që nalmi pak edhe taja pjesa dhe emisionin në Zagreb, bashkë me Leonora Jakupin. Po, me Leonorën dhe me thonë kemi qenë edhe me 27 në pull të Kroacis, edhe në Zagreb. Me thonë drejt, shtetin Kroate du shumë, sepse na dojnë shumë, edhe i dojnë shqiptarët, edhe kemi pasë edhe generali shqiptarë që kanë luftu në luftën e Kroacis. Edhe vinë edhe Kroatë, dhe me thonë,
e festojnë me shqiptarët. Okej. Po. Ndjenje. Po, është interesant, dhe me thonë, ata gjuhën e kanë si gjuhën serbe, për afërsisht, po janë shumë patriota. Edhe vinë, valzojnë, e bojnë Shqiponien, sene, kështu që në hera parë, dhe me thonë që ishëm në Kroaci, për e herë të parë, interpretimin që e banëm, në pullë në Zagreb, po me të vërtet e festojnë me ndjenja shumë të maja, sidomos në Kroaci. Edhe në Amerikë edhe ashtu, edhe në Amerikë, po në Kroaci e festojnë shumë se për arsye që kam pasur ata luftë. Na din dhimtën. Fiks. Na din dhimtën. Po për shembull këta të hujt që vinë këto festat kombëtare tonat, qysh reagojnë karshi muzikës për shembull? Po A ju vjen interesant, a e di na i këngë që nështë e kanë dëgju e kënoj për shembull që në Zagreb a kanë ndodhë? Po, unë për thamë, në Zagreb për shembull Xhamadani via është pe këngëve që po menej e kënojnë edhe popu i tjerë, edhe dhe me thonë kuqa refrenin e mojnë men. Po. Kështu që, e sidomos, unë thash këta që kanë qenë edhe në luftën e Kroacisë, e Bosnës, e të Kosovës, Kroatë, e dinë edhe mura fjallë për besë po. E dinë me ato thekset e veta, që dinë, po të pakten munohen me thonë. Cilin ka të maknë të ashtu që shkjena për shambull? Ku e kena edhe... Ti së mle me ongër sanë? Hajtë se hojna, Pështi në zetë halo për Instagrami. Amo këna qëllu dëtë lakmjetarë, veç për rumi, ati kështë nuk hojmë pej kamerave, fshim. Atëherë... O me po final kamera, 2 minuta, se së qene kur që kam tavërin. Pas kreshtave të Kosovës, unë do të këndej një kongë, po ashtu lidhet me fest, ka kongën Vi Vaporat. Vinë Vaporat është një kongë... Për të qefi. Po, është kongë tamam e tavolines, po ka një tekst bukur dhe ka një histori shumë interesante. Dhe me thonë, është kongë dykon për 1300 vjetë, për 1300 vjeqare, po bëhat fjallë kur i kanë marrë shqiptarët për me shku me luftu gjithmonë që është nga kanë trajtu, dhe shumica nuk janë këthy. Kjo është një ndër kongë që në atë periudën kohore kur s'kena pas rrymë, realisht nëjë sajla nuk është që kena stabilizu me rrymë, por në atë periudën kohore ku kena met 4 orë, ose edhe pak para luftës, edhe mas luftës, sër është nalë rryma, printe me ka njës me kënu këtë kongë, edhe mënyrën qysh e këndojnë është një farë, është vajtim? është një lloj vajtimi që unë e kom mësu prej tyne, edhe ju mësu gjithmonë me i dëgju prind të e kënu në momentin e parë që unë nis një kongë shpirë. Ska familje më duke që të kongë që po thu të u nalë rryma ose diçka, ose jemi mledha, se cila shpi ka një instrument e kanë, edhe Vi Vaporat gjithmonë e kanë vendu. E vërtet, shumë tash për kënu nga bashkë me Asimin, nëjse Asimi, unë vetë... Ja, mu zë dorëzë edhe ti. Unë më shamë hongë nëjse. Povorat mojna mane brekut dhe ti no
Presil gratë O për 7 jet O mojnar tham Presil gratë Ril mojnane Buravat pleveće O leti mama Ril mojnane Buravat pleveće Asem sa emocionin ma ke dhonë me këtë këngë. Realisht më du më nojtë pak të pjesa e këngës në fund. Inshallah na vjen a ideve tjetër. Po. A na ka ardhë. Po. Na ka ardhë për mira për keq? Ja, për mirë, gjithmonë që për mirë edhe gjithmonë, unë gjithmonë thamë, ne si shoqni, kur të na bojmë bashkë, dhe me thonë shumë vështirë depërtojmë. Kurse si individ depërtojmë njerë. Pse bre kena këtë metë? Nuk e di. Se që të drejtova, asë të pas të fojet. Edhe kështu që mu kesi pse bre s'ma. Pse bre s'ma. Edhe kështu që po mendoj, normal që jena shumë ma mirë. Po mujna me ko shumë ma mirë. Unë po besoj që pak sa dashnia njerëzore është zbesi të mos viteve të fundit shumë ma shumë. Dhe me thonë, dashnin, respektin, gjithë shka njerës po e marrin dopsi edhe ndoshta prej dikës të të shkeljes të tjerve, njerës kanë fillu edhe me u bo ma të ftoft për me mbrojt vetën tonë fundit. Ndoshta aja është sekreti dikuj që mendon, që do të me mendu ashtu pëse ti mendon ndaj dikuj. Në hasim edhe në estradë, edhe në shoqni, edhe në familje që ndoshta jënë të persona që ti i dënë shumë ose i respekton shumë edhe instinktivisht ata persona të lëndojnë mas shumë ti. Se njeri huj nuk e din ku e ki pikën e dëpë për me të gëdit, që që të mund i afer. I jyti të banë që thonë, nese, okej, po... Kjo është një lloj karakterit njerit.
Ja di që po thuti, që na që e përdorim këtë fjallën buka jo dhe të vrep. Edhe kështu që, për sa po du me thonë, beso, unë i sakt menoj që statistikat se sa shqiptare të onë jashtë, nuk menoj që e dim. Unë menoj që i ka shumë ma shumë se sa që menoj. Edhe, mësme që në diaspora përbes ne pike 5 shumë ka në alja. Shumë e vërtet. Diaspora ka një mu luftën, diaspora ka ndërtu, sot asë një shtëpi nuk e kitë djegun, ose që thëmë na nuk ka familje që në kollum, kjo është falë diasporës. Unë menoj që politika... Ma pak politikë se në funditës, politika është politikë, nuk kam qef me u përzi në temat politikës realisht, po se cili njeri luftën për vetë e gjitha këto, po... Ashtë ke thonë jam usë merë me politikë, unë nuk mira me politikë, po politika po mirët me mu. Dhe me thonë, vetë me nësanë që ndodhë këtë botën ashtë në Balkan, kjo që ndodhë. Se për ndryshe për besë, unë kam qenë në Suedi, edhe hina me një... Shumica... Një qandër trektare. Okej. Edhe pritë shumë në randë me pagu, edhe për ma bëndoj, e thë, e shef tha këto mrapa, e dhe është shqiptarët me njerë këthejemi u kushona. Gjithë është taj paralemi, se këta krypë e shef tha këto mrapa, e këthejeva, po, i gjallën, i thjesht, kretari malë më slasht. Si me thonë të na, përplejmë Roma ose aj tjetër ose aj tjetër. Një kryetari një komunës. Dhe përbez veç vetë, mindzi qeke dësane, mund vike morë, se na jena qështu. Se na mësu si ta shumë një politikanit diçka. Sa kjerët, sa sigurimin, sa e kjerët. Mindzi qeke dësane, pja pajtoj sa i një mujna, jo, tha doj e qëtina dhe se ko punën e vetë. Dhe me thonë, kuj se interese ke kush është. Sidos që të jetë ku kemi qenë dhe ku jemi perfekt. Me këto, uraj edhe, se gjithmonë kena hapsirë, si në politikë, si në shobez, si në gjithë shka kemi hapsin me u përmisu, po, nuk mëj. Unë e menoj që... Dëzgjëm, veshja... Showbizi besëm, showbizi a politika kur të na nuk mbledhin, man. Me ditë që showbizi, politikanët ishën e këshim shetë, unë e jora si... Kur qësë politika që a showbizi, mas. është i faristerien veti. Falë stafit ftohtë të nëzetë dhe të radio televizionit 21 tonit të bashkëpunëtorëve të misë, diçka nuk pëmoj me dalë prej shumë prej asaj vetës shumë, po s'kam qare pa dalë. Një kongë a të lipi vetë në një. Hajde, vëshësholla e di. Ti me ditë, po më për të japë 2 opcione, so më prapjëm njeri mirë. Oke, që? Të me thonë të doktori, moro. Po këtu qërës, unë edhe të shti lugave, për edhe nuk më nëjë shumë. A më është dush me di që se jam zjata gongtarë ti. Jo, vis një referent, një kongës ose një pjesës, ose mora fjallë, ose rete zeza. Ma thua e vla. Unë për t'i dash 2 opcione, të e zgjedha. Mirë është vesh, qyshe pa temin... Arlindi. Po, me Arlindi më falë moti. Po e di, po më hupi emri, se... Që një mirë, një ngushëm, punëtor... Arlind, cilin kongë po e kënojmë Arlind? Mora fjallë, a rete zeza? Po, atëherë, përkëndojmë mora fjallë, sepse... Një pjesë, jo krejt kongë, se mas nena përformon edhe një... Dhejtu më thushti nalë. Jo, nësë të mes, për mu nësë që adej nesër, edhe pse që kjo pjesa këtu, kur 5-6 dorën, po më do këtë vetja shumë. Hajde, të kënojmë. Shumë komodje. Shumë. Edhe u knaqë ato të shu, edhe ushqimi, edhe ambient. Ganë qefe, patë qefë që ta kënoj rete zeza. Po. Apo e kënojmë rete zeza, apo e kënojmë mora fjallë? Vendosti, nuk është problem. Mora fjallë. Stafi ftohtë të nëzet, mora fjallë. Më tash me shku në ditë të Bekseferës edhe mjak në kuzhinë ato. Do vi. Shkojna bashk, edhe shkojnë ma dhomën privatë, kënojmë edhe knasë që me që shdim ne. Okej, ma jep një sol, si thënë këta Shqipërisë. Që shqibjen soli kështa? Nuk kemi. Ja, soli i bjen kështu. Ja jep një... Që shikan C-a kjo D, E, F, G, A, H, edhe këthejo më petë në C. Allah, rrugë me. Po menon që vështi i disanet ka latë... Jo që to halja zakonisht mi mësu, bëllë të përri me këngtarë për të në shajë zakonisht se zhurë ma sane, badjava me mimika është problemi asë bëgu. Po e ka mësu alfabetin. Arjen, pedem. Një mora
pjava, mora pjane, mora varkun, mora qarkun, me thurikam. Me thurikam, bashkë qevedarit, ti këndoj. I ti këndoj, madhe mjasharit, ti këndoj. Tarë sa vjemet, i tarë sa vjet, se me shef premnë kozin dhe reqakun. Tarë sa vjemet, i tarë sa vjet, se shet lenicën. Tarë sa vjet, i tarë sa vjet, përmi të lobicën. Tarë sa vjet, Qo po thoj, zoshte mëmonit dhe bilibilat. Qo po thoj lullet i tranda filat. Qo po thoj komet i ton vetrima. Qo I qohu shpejt, mas rrite në pari, thot nga një lokja, qovë se mi jamav. I ta flatit i bami një toka, qovë se ty. I të kërkone të në Kosova, ty adem. E ti them se qaku i ti është vet liria që ka ardhë. Në Kosovë e brigjet të drinit kjo liri. Ja flatit i bandin i trimit, ja flatit. Shqipëmarin e tua, se jam shqipetar. Kosovën e tua, se jam Kosovë. Jam Shqiperin e tua, se jam shqipetar. Kosovë e Shqipëri, jem bashkim kombëtar. E këto ditën e kënoma pa vete. Po, alim the, nalëm kur dush ku me mujtë me t'nalë. Nuk më, sidomos të kangë edhe mënyra qysh interpretam. Pa modesti po e them kështu. Faleminderit shumë. Në të jep një emocion që dush mi thonë edhe një. Duke pas parasysh që festat e nëntorit janë këtu festat e fundvitit sene, edhe kështu që ndoshta pak i malë i lëdhë, po herën tjetër ka me të sus. Futbol. Herën tjetër në të futbolet të në të dhe bojë. Ata këngëtarë, e ke po se di së diqka... Qka zoni nuk e di, që zoni është du të shku mirë. Po me këngë kështë pas qef me e realizu një këngë... Ma ke pas bollë herë për... Jo, po të pës për të festat të nëntu. Okej. Do më thonë jo në atë aspektin komercial. Një këngë patriotike, me këngë kështë pas qef me bo ose... Ta thamë drejtën, ondër, edhe i kumë dëgju shumë, edhe i dëgjoj edhe sëllë, janë bitë e sefes. Po, do me thonë, për fatë kesh gjithë kanë vdek të tjerët, vetëm i meri është gjallë, basa i meri. Po, basa i meri ka bo do vjetë, i ka një të të sa më duket. Edhe, kështu që sot për sot si folklorist, do me thonë, kemi folklorista shumë të mirë, dhe si ka ona Dugagjinit, bile, po menoj, na Drenica ma shumë ingojnë na Dugagjinin, se përshkak diksionit të fjalve, po që e admiroj shumë edhe më pëlqen shumë është Rifat Berisha. Po më stjanisi me rem, po më vej se ka shumë, po. Dëgjoj për para odat, jemi rrit në oda, po menoj, nuk kam shumë vjetë, po më ka radhë me knu në oda shumë, kom knu edhe në oda para luftës, edhe kështu që
ka qenë shkolla e për neve. Beso edhe ma shkollë se sa sot. E ke po gjithë e kemi që kanë thonë atë mëqmit. E moni me kanë thonë, po ata kanë ditë diçka që kanë thonë. I shkon që a i mëqmi shumë i meqëm, se shumë nga kalon fjallë, se kjo ka thonë a i mëqmi, po realisht shumë jenë vërtet. Po se për para për shambull, si për Darsum, si për Deka, si për kur unë e maj men për shambull, kur kemi pasër rastet vdekës ose dasmav, jenë arka 2 javë, 3 javë, që ato edhe një lafë sanë, kështu që ka qenë shkollën veti. Asim ne jemi drejt fundit, të pjesës të parë me ty realisht, sepse ne do e vazhdojmë emisionin. Është asi gjithmonë të jem musafir në emisionet e juaja, edhe je gazetar modest dhe maja vetën kështu si që. Faleminderit. Dhe për ta dhënë këtë kompliment me modesti, për ndryshe je shambull për do shme qenë shambull për rinin e solit. Më skuq që këto, se sa ka të thonë këto fjallë tash. Po, sepse je djallë që me të marrë shambull. Edhe më pëlqen gazetar që si ti që nuk shqyrin me ngushtu artistin ose politikanën, pa marrë për asysht, me s'ta nëzën ngusht. Nuk je pe atyne, po du me thonë. Edhe kështu që t'admiroj vetëm suksese dhe suksese. Faleminderit shumë, unë nuk na qafë. Edhe po m'vjen mirë se bajgi do kila pas e u. Sikur Lavjani që i ka thonë në Shqipni, i ka thonë a i Shqipnis, Lavjani i thot, i ka i ti e mërë? Thot a i ngalaci, po ti ngalapi. Po ha pak salat. Po ha salat ma shumë kohë. Edhe na, edhe ka vlog për emisioni se po duhet me salat. Kështu na po e përmbyllim pjesën e parë, kuptohet që na e përmbyll me një këngë tjetër, se unë nuk nxoh ngusht me pyetje, vetëm nxoh ngusht me muzikë. Me muzikë? S'di munal, që të keqe e kam. Na po e përmbyllim pjesën me ty. E do në edhe një këngë ti? Gjithë, jo edhe një, edhe 5-6, po edhe një, sepse atëherë te këndoj këngën Udhët e mia. Është një këngë që bëhet pjesë për trohet shqiptare, që me të vërtet ne moti kemi fillu emigrimin për fat keq, po diçka që apo më vjen mirë është që kam fillu mu kthy në vendlindje njerëz. Vërtet. Sepse po mënoj ka fillu jo me biznes, jo me tregtie, edhe kështu që kam fillu me gjeta vetën këtu. Kështu që vazhdoj me këngën Udhët e mia. Arlin, faleminderit shumë, Asim Gashi, të knof zemra gjithmonë edhe të paqim sa ma shpesh. Po, bashkë me juve. Gado që të shkoj, e si ti të natë, pyse zosht të malit, nuk me len rehat. Pysin atë në pysin, si ku nuk e din, ku shkojnë Kosovanët, pse në Kosovë nuk rinë. Pysin atë në pysin, si kur nuk e din, ku shkojnë Kosovanët, pse në Kosovë nuk rinë. Detit do të shkoj, dita në bëhet natë, pysin valë të detit, nuk me len rehat. Pysin ato në pysin, si ku nuk e din, ku shkojnë ullqinakët, pse në ullqin nuk rinë. Pysin ato në pysin, si ku nuk e din, ku shkojnë ullqinakët, pse në ullqin nuk rinë. Shavit do të ngjitëm, e si ditë e natë, pysin zosht e malit, nuk me len rehat. Pysin ato në pysin, si ku nuk e din, ku shkojnë Preshevanët, pse në Preshev nuk rinë. Pysin ato në pysin, si ku nuk e din, ku shkojnë Tetovarët, pse në Tetov nuk rinë. Nga do që të shkoj njeri pa fat, ëndrat pra dheu nuk me len rehat. Zgjojnë ato më zgjojnë dhe si kur e din, zemra ime më thot, do kthehen Prishtin, do kthehen Prishtin, do kthehen Prishtin. Nga do që të shkoj njeri pa fat,
Ëndrat pra dhe nuk me le dhe hat Gjona të më gjojnë dhe si kur e din Zemra ime më thot do kthehen Prishtin Do kthehen Prishtin Do kthehen